Përshëndetje, në këtë video do të shpjegoj veprimet e mia se si veproj unë në situata kur tregu bie, se si veproj kur Bitcoini ka korekcion dhe është duke rarë në vazhdimsi. Pike parë që duhet të bëni është që mos të bëni panik. Është normale që tregu posaçërisht Bitcoini të ketë korekcion. Është normale. Pse është normale? Për arsye se të gjithë investitorët e mahershëm momentalisht janë duke marrë fitimet, fondet, institucionet që janë në fitime momentalisht janë duke shitur Bitcoinin. Kjo është një korekcion, por mund të jetë edhe fillimi i një bear market. Asnjë nuk e din se çka do të ndodh mas një jave ose çka do të ndodh nesër. Të gjithë ne mund të supozojmë dhe mund të japim mendime, por 100% asnjë nuk e din se çka na pret e nesërmja. Unë personalisht në këtë video do të tregoj mendimin tem se si veproj unë kur tregu posaçërisht Bitcoini po bie. Po këtu që para një muaji Bitcoinin e kena pas në një çmim prej $95,000. Kena një korekcion mbi 28%. Momentalisht Bitcoinin e kena në një çmim $67,000. Para disa jave, në fakt e kena pasur, para disa ditëve kena pasur në një çmim më të ulët, e kena pasur në një çmim $61,000, $62,000. Është rikthyer pak në çmimin $67,000 dhe këtu e ka krijuar si një suport. Por ajo që është me rëndësi është që mos të bëni panik. Nëse jeni afatgjat në Bitcoin, nuk duhet të merakoseni, nuk duhet që të keni emocione negative se Bitcoini po bie ose çka do ndodhet me Bitcoinin. Nëse je këtu afatgjat, siç jam unë me teknikën DCA ose dollar cost average, e vetmja gjë që duhet të bëni është që të hini në një exchange. Në këtë rast unë e kam hap exchange-in MEXC. Linkun e keni ndër video. Nëse ende s'jeni regjistruar në MEXC, mund të regjistroni dhe do të përfitoni ekskluzivisht bonuset që ofron MEXC për shikuesit e mi. Mos harroni, linkun e keni ndër video. Ja si veproj une kur e shoh që ka korekcion. Une të folim realitetin, kur ka korekcione unë gëzohem. Pse? Se une jam në Bitcoin afatgjat. Afatgjat do me thonë, unë personalisht jam në Bitcoin 10-15 vjet. Çdo muaj investoj, çdo javë investoj çfarë sa ka mundësi. Dhe DCA është afatgjat. Mund të jeni afatgjat edhe 2-3 vjet ose 5 vjet, por afatgjat disa muaj, kjo nuk është afatgjat. Mund veç të hupni nerva, të nervozoheni dhe të dilni nga tregu të dëshpëruar dhe me humbje. Unë momentalisht si veproj. Shkoj në Bitcoin, këtu e keni Bitcoin, dhe shkojmë Bitcoin USDC. Dhe këtu unë po shkoj në market order. Se në market order, këtu do të vendosi çmimin që do të blej Bitcoinin. E shoh që Bitcoin është një çmim të volitshëm dhe do të vendosi në një çmim $250. Do të shkoj buy Bitcoin dhe orderi jem ka kaluar me sukses. Mundeni me pa këtu që orderi jem për $250 ka kaluar me sukses. Mund të shihni këtu edhe në muajt e fundit, do me thënë që në muajt e fundit, unë e kam bler Bitcoin pavarësisht çmimit. Këtu e keni $301, këtu keni $120, sot e keni për $250. Unë investoj çdo javë në Bitcoin, qartë sa kam mundësi. Kom ble $250, këto pjesën që kam bërë në USDC, e ruaj që nëse Bitcoini vazhdoj të bje, përsëri do të blej Bitcoin. Nëse vazhdon të bje, unë do të shtoj rezerva USDC ose USDT që i baj në Ledger për raste ekstreme, që nëse ka një crash të marketit, çka baj une? Buzëqeshi dhe tham, ok, tash e koha të aktivizosh rezerva që i ke në USDT dhe USDC, i transferoj prej Ledger në exchange dhe kështu veproj blej Bitcoin. Gjithçka do të bëhet në rregull, nuk duhet të keni panik, duhet të mirëni këtë senet me pozitivitet dhe gjëja e parë që duhet të bëni nëse jeni fillestar në botën e kriptovalutave është të investoni në edukim. Nuk duhet të investoni në Bitcoin ose në një kriptovalutë tjetër. Gjëja më e rëndësishme është këshilla nga unë për ju është që të investosh në edukim. Sende tjera të investosh në Bitcoin dhe në kriptovalutat në altcoins do të vinë me kohën kur do të investosh në edukim dhe nuk do të mbarësh nga asnjë person influencë dhe kështu me radhë. Po ashtu, nëse jeni fillestar dhe jeni duke parë këtë video dhe nëse jeni në channel edhe më herët, e dini çka do të bëni. Like këtë video, subscribe që nëse ende se keni bërë dhe miru pafshim dhe video në radhë.